Muhamedi pa nën. Kaluan ditë e kaluan net. Kaluan muaj e kaluan vjet dhe Muhamedi a.s. ishte akoma në fisin Benu Saad. Ju rrit trupi dhe ju zhvillu mendja. E mësoi gjuhën e pastër dhe të kulluar të fisit Benu Saad, aq sa kur u bë burrë u thoshte shokëve të tij: unë e flas arabishten më mirë se unë jam Kurejsh dhe se jam rritur në fisin Benu Saad. Kur i mbushi Muhamedi 5 vjet, Halimja e mori dhe shkoi bashkë me të në Mekë, në shtëpinë së ëmës, Emines, ku e gjeti edhe gjyshin e tij, Abdul Muttalibin. U gëzua tepër plaku dhe i tha: "Mirë se vjen o djalim, mirë se të bie Zoti oj Halime." Eminja i tha vjehrit, duke e pasur në prerë Muhamedin dhe duke rrokur me fuqi: "Ja ku të erdhi nipi yt me këmbët e tij, siç patë dëshiruar." Dhe të dy e shikonin me dashuri dhe admirim Muhamedin dhe kënaqeshin nga shëndeti i tij i plot, nga trupi i tij i rritur. Abdul Muttalibi ia dha një shpërblim të madh Halimes, e cila u kthye gëzuar në familjen e vet. 5 vjetet që kaloi Muhamedi a.s. në fisin Benu Saad lanë përshtypje të mirë në shpirtin e tij, ishin vite që kur nuk i harron. Gjithmonë e nderonte dhe donte Halimen dhe fisin e saj. Tregohet se pas martesës së Muhamedit me Hatixhen u përhap një zi e madhe kurse Halimja erdhi në Mekë. Muhamedi e priti shumë mirë dhe e ktheu nga Meka me një deve të mbushur plot me gjëra ushqimi dhe 40 kër deve, që ia dhuroi nga pasuria e Hatixhes. Sa herë që shkonte për ta parë, Muhamedi në shenjë nderimi ngrihej në këmbë dhe ia shtronte rrobën e tij që të ulej mbi të. Mbasi u bë Muhamedi a.s. i dërguar, edhe Shejman, të bijën e Halimes, e cila ishte prej robëve të luftës që u zun pas rrethimit qytetit Taif, kur e pa dhe e njohu, Muhamedi e nderoi dhe e dërgoi me dhurata në fisin e saj. Pa kaluar shumë kohë nga kthimi i Muhamedit në Mekë, e ema shoqëruar nga shërptorja e saj, Ummi Ejmen, e mori për të shkuar te dajallarët e Taatit në Medinë. Kur arritën atje, Eminja ja tregoi shtëpinë ku se mor baba i tij dhe vendin ku e kishin varrosur. Kush e di, ndoshta e ema i foli edhe për dashurinë e madhe që ajo e ushqente ndaj Abdullahut, dashuri që nuk e gëzuan për shumë kohë sepse vdekja i ndau. Kur e mbushën një muaj në Medinë, u bën gati dhe u nisën për të kthyer në Mekë, ndërsa ishin në mes të udhës në vendin Ebua, Eminja u semor. Aty vdiq dhe e varrosën. Në këtë kohë Muhamedi a.s. ishte 6 vjeçar. Me vdekjen e Emines, Muhamedin e mori të arreste gjyshi i tij Abdul Muttalibi, i cili e donte më shumë se fëmijët e vet. Në ato kohë, secili nga pjesëtarët e parisë së Mekës kishte nga një sixhade mbi të cilën ulej pranë Qabes kur bëhej ndonjë mbledhje. Në shenjë nderimi nuk lejoi të rrinte dikush mbi të veç të Zotit të saj. Shpeshherë në vendin e gjyshit të tij rrinte Muhamedi a.s. dhe kur të bijt donin ta largonin. Abdul Muttalibi u thoshte: "Lëreni, mos e ngrini Muhamedin djalin tim." Ai nuk ja ndante syt kurrë nipit. Kjo dashuri e madhe që ushqente gjyshi për të e bëri Muhamedin të harronte se ishte jetim, pa baba dhe pa nën. Por kjo lumturi nuk zgjati shumë. Nuk kaluan më se 2 vjet dhe Abdul Muttalibi u semor. Kur e pa se së shpejti do të lindte këtë botë, pas një jete prej 80 vjetësh, shumicën e të cilave e kishte kaluar duke i bërë mirë njerëzisë dhe duke tregtuar me drejtësi në mes Damaskut, Jemenit e Abisinisë, dërgoi e thiri Muhamedin që ta kishte pranë në orët e fundit të jetës së tij. Megjithse ishte tepër i lodhur nga smundja, filloi të luante me të, ta puthte dhe ta përgdhelte. Plaku nuk mundi ta mbante veten, por u shpreh në vaj si një foshnjë. Në këtë kohë hyri i biri i tij, Ebu Talibi, i cili duke parë baban në atë gjendje i tha: "Lëre të qarit o baba, ne të dim burr që u ke bërë ballë shumë rreziqeve të jetës. Vdekjen do ta shijojmë të gjithë dhe ti tërë jetën e kalove duke u shërbyer fisit dhe dheut tënd. Pse po vajton sot? Ne të gjithë jemi gati të plotësojmë dëshirat e tua." Ai ju përgjigj: "Je i gabuar o birim. Kur mendon se unë tremben nga vdekja, këtë do ta shijoj çdo njeri dhe unë jetën time nuk e shkova kot. Bëra çka ishte mundur për t'i kënaqur Perëndit dhe njerëzit. Por kam frikë se do të vuaj Muhamedi jetim pas vdekjes sime." Ebu Talibi tha: "Mos u tremb për këtë o baba. Ne do ta duam më tepër se fëmijët tanë. Do të bëjmë çka është e mundur për ta kënaqur. Do ta mbrojmë nga çdo rrezik me shpatat dhe shpirtrat tanë. Hiqit për këtë gjë dhe mos të rënkoj zemra." Abdul Muttalibi qetësuar e porositi atë. "Atëherë merre në shtëpinë tënde dhe rrite bashkë me fëmijët e tu, se tash ti mbas vdekjes sime mbetet krejt jetim. Le të jesh ti baba, nën dhe gjysh për të, sepse mbeti pa të tre. Çdo të mirë që do ta bësh për të jesh i sigurt se do të falenderoj nga thellësia e varrit. Kjo është dëshira ime e fundit." Këtu heshti plaku dhe afroi Muhamedin në gjoks. Nuk vonoi shumë e dha shpirt. E pa pra këtë dhimbje të madhe, e puthi dhe përgdheli, duke falenderuar Zotin. Pra, kjo është prej mirësive të Zotit
çfarë burra fisnik, pra ishin pranë Muhamedit alayhis salam. Ai ishte një lider i vërtet, i cili ishte gjithmonë pranë drejtësisë.